Amendamenti i dytë ka të bëjë me një fond prej 384 milion lekësh që do të përdoret për dyfishimin e numrit të oficerëve të sigurisë në shkolla, duke e çuar atë në 800 duke filluar nga janari 2026. Dhe ky ndryshim të pasyrohet në gjitha anenet, tabelat dhe anekset shoqëruese të ligjit. Ju e dini shumë mirë që Shqipëria ka rreth 1400 shkolla nëntëvjeçare dhe të mesme, ndërkohë që sot që flasim ka vetëm 220 oficerë sigurie. Parashikohet për buxhetin e vitit 2026 të shkojnë në 400 dhe propozimi im është që ta dyfishojmë të shkojnë në 800. Dhe kjo vjen edhe si rezultat e disa ngjarjeve të rënda kriminale që janë shoqëruar këto kohë në shkolla. Ju e mbani mend ngjarjen e nëntorit 2024 ku u vra Martin Camaj, që sot në fakt u dënua edhe vrasi i tij me 16 vjet. Sigurisht nuk rikthen në jetë, por është një drejtësi. Ngjarja e pak ditëve më parë ku në Durrës u vra Erion Boba jashtë një shkolle publike, ngjarje të tjera të rënda që unë i kam emërtuar në relacion, të cilët tregojnë edhe një herë që masa e oficerit të sigurisë në shkolla është gjysmake, është e pa duhura për të shmangur rastet e bullizmit, episodet e dhunës në shkollë.